Një rast I rëndë është konstatuar nga banorët të Nartës ku persona të pa identifikuar ende kanë ushtruar aktivitetin e palishëm të gjuetisë së shpendëve në lagun. Ajo është një zonë e mbrojtur për sa I takon gjallësave dhe shpendëve të rrallë që ka. Aty janë gjetur gjurmë të freskëta të gjuetisë, si fishe këtë armë, saçmat e kurthet që gjuetarët ngren për kapjen e zogjve. Për rastin menjëherë janë lajmëruar autoritetet të cilat kanë kontrolluar terrenin duke larguar kurthet e ngritura e duke njoftuar edhe policinë. Bëjmë konstatimet përkatëse, në rast se I kapim në flagrancë, bëjmë proces verbale dhe I referojmë në organet kompetente se që kemi vepruar rastet të rralla që kemi pasur. Ndërkohë që monitorimin ne bëjmë të vazhdueshëm dhe me policinë e shtetit. Edhe me përmbylljen e memorandumit, në pjesën e zonave të mbrojtura nuk lejohet absolutisht gjuetia. Gjuetia në këtë territor është kategorisht e ndaluar dhe dëmi që shkakton në jetën e gjallë të zonës është I madh. Laguna e Nartës pikërisht për jetën e gjës së gjallë dhe pasurinë e shpendëve mbetet një prej destinacioneve më të preferuara të qarkut Vlorë.